E kum pas shoqe, e nxona me frajerin tam, edhe nonës vet i thash qa abeden, farkurve e kish shpe, më falni shpreja. Qa shumë që i kum besu asaj edhe i kum thënë vetë okej, abeden. Dash, mu rrej me ta. Pi nonës vet, vazhdimisht më shkruj ke numër, kom ta bak këta, ata. Për ata dy nuk di kur gjë mo, se pisa ati moment ata janë fshi për jetës tam. Ma femnat jëmë bo diqysh u bo tradit në ditë sotit. Të ja marrë shoqev, kur mos i besoni shoqes, me di që me vjetë të keni, se kur mënet ku më ta ngull që s'kine marrë vesh bile. A kina histori që donë me nda me neve? Pa e kom një histori, një shoqe jamja, e kom pas shoqe, tuj se si motër. Edhe ditë mas ditëve, e nxona. Qa në nxona ata? E nxona me frajerin tam, ishin konë. E qysh reagove ti kur i pave bashkë? Normal që nuk reagova mirë, edhe nuk ka ardhur mirë se me një njeri që hampen rën, e flan me të, edhe në fund, kur e sheh më ta mas shpine, do me thonë kjo tradhtim mas shpine, i nxona edhe tani, ajo nuk ma pranojke kur qysh heq. E qysh i nxone ti, a i pave mesazhat me ta, apo? I kum pa ma herët mesazhat, a mu kështu ju na i sen, edhe abden, qa shumë që i kum besu asaj edhe i kum thënë vetë okej, abden. Shoqni, se po rrina kraj bashk, okej, edhe... A i një ku shoqni ju të tanë bashk edhe? Po, jena kanë si shoqni, thujse, edhe masane i nxona bashk. A ka pas rast që shoqnijat ka thonë mos rri me ta, se është ta Po, këshyr ka pas dashur? rast, ma ka bo rruja, abden prej sajna, ani knepon prap nuk i kum besu, prap kum thonë kjo nuk ma bën, abden që aton, prapon e okej edhe tani dikur E nxona. E qysh reagove ti, cili ke reagimi i parë kur i pave ata dy bashkë? Normal që nuk reagova mirë, edhe ndodhe një skandal. Cili skandal ndodhe? Paj... Qa ka me ndodhë, dasht. Mu rrej me ta. E rrehe? Po. E shoqen e ngusht e rrehe? Po e rreha për arsye që nuk e prita. Pi krejtve ta kisha prit për i ta për një njëri që e ndonë edhe bukën, e shtratin, e krejt, edhe më fund më ta ngull. Diqysh s'peshëtash, se shmon s'kisha mujt m'ja bo shoqes tam ashtu. Nuk kishe mujt m'ja bo. Korrekt. E pas ke rejtë, me thonë mas rrahjes, apo më tërojnë qa ndodhi tona, a ki pas kërcënime prej familjes saj, ose? Po, kom pas, pi nonës vet, vazhdimisht më shkruj ke numër, kom ta bak këta, ata. E qa i thetan atja saj? Edhe nonës vet i thash qa abeden, farkurve e kish shpe, më falni shpreja, edhe nona vet ja nisi qysh po me thuti qikës, po ma ofendon që kem nuk o kështa është. Për fat ka që nuk e njëf ke farë fëmija e konë shpe, që abeden krejt zezat ja bëjke nonës vet ja lyke të mirën, nejse edhe abeden i tregova që shto jo, a i ka Ti edhe para se me reja, ata ti i tregove, i ki thonë nësoj që ma ka marrë dashurin? Se s'kom tash njerë me bo zhurën, probleme, dhe i kom thonë, jom shku kom full me nonën e vetë. Pa ajo prap se prap, me ata kryt e vetë, dhe me thonë, jo që i kam ashtu, kështu hini ku dull, edhe vetë s'okej, edhe thashon vetë kom e kry kitë punë me të, se dyqysh Ki po që reagimi familjes nuk ka qenë, e ki dasht shumë dashurin? Po, pa tjetër, mës me dasht ty dhe. Normalisht. Edhe erdh puna dejtë roja, e Po. cili ke reagimi i dashurit tonë, a tha diçka aja, a buni diçka? Nuk pranojke aj kur gjë, dhe pse i posh me sytë me aj nuk pranojke kur gjë. U mënojke prap me Do i ke edhe me ata dhe me ty? Po, nuk shkon me dy lukë, se dikur herë do kur del. Del, normalisht. Edhe pastaj Kur i kuptoj aj që ti e ki rej ato, a ki pas një mesazh prej ti? Po, kum pas. O ka tentu, të më shkru, të më thirë, të mënu me dalë mos qaru, po së kom jo, më thonë, se s'kom qka për të risash me sytë me nuk besej ma që ka thu, se ma ke u besimin total zerë. Edhe pastaj ajo prap vazhdejke me komentet e soja, të më shkru, ja nisi Joani knej, a i ka fajët, po si ka fajët aj për dirisa te që më bishtin. Edhe pastaj ardh puna e kum zatit, edhe tani sa të. E tana kure pat policia ty, a ju ka nda dikush? Po, u kanë ndalë njerëz. Tentu mi thirë policinë e këto, po tani... U shukat kjo punë Po. me... U shukat edhe nuk u shukat ale. E ta është ku janë, a janë ata dy ala bashkë? Pra ata dy nuk di kur gjë ma, se për qati moment ata janë fshi për jetës tam, kështu që ma nuk kam këshfar informacioni. A ki rastis një po në rrugë aty? A qikon po, a ato jo.
s'ki rastis jo, asnjëherë me i bo. ato jo. E nëse ata e shohin që intervista apo më tregon çfarë ju kishe thonë? Se cili e kallëzon fytyrën e vetë, vetën e vetë, kështu që kanë bo vetet. Mo femnat ju më bo diqysh u bo tradit në ditë sotit, të ja marrë shoqev. Kështu që nuk kanë rregull. E sipas teja duhet me i besu një shoqe sot. E jo kur mos i besoni shoqes, me di që me vjetë të keni, se kur mënet ku më ta ngull që s'kene marrë vesh bile. Kështu që më për vetja ku marrë një mësën shumë të mirë, që ma kur Nuk njët. beson kërkuj. Jo, më ka u besimin njerëz. Pse ti je i veçantë? E ndëgjove çka fole. Faleminderit shumë për këto bekimet tuaja, gjithashtu edhe unë ty ti jep. Zoti e bekoft këtë ditë që rrezon këtë tokë të përgjakun. Amen, amen. Dhe dikush që quhet dushman, Kush që quhet Serbi, që quhet Rusi, ka që prap një përgjak. Por e kem Zotin, e kem didhen edhe hanën, e kem tokën edhe nanën që na kanë beku. Dhe e kem shpëtimtarin ton që quhet Amerikë. Zoti e bekoft Amerikën dhe popullin amerikan. Mos me qenë Amerika, çka kish ndodhur me Kosovën? Ish mush thi të Rusis dhe të Serbis, këtu s'kishe pas që ka me po, dhe thi të Rusis dhe të Serbis. A mendon Thi, që e të që ka thiu, po, e ti. o shtanz, bile me krahasu qeverit e Rusis e qeverit e Serbis me atë shtanz që quhet dhi në shtarë gjyna. Apo më tregon se mbrojtja jonë më e madhe është Amerika? Mbrojtja jonë është me madhe Zoti Normalisht. dhe bekimi i atë dheut dhe nona shqiptare që kur s'ka hezitu me afar kësaj toke, këti dheu, djemt dhe fëmijët e saj. Apo më tregon Por, pa Zoti mos e lasht asnjë shtëpi shqiptare, asnjë shqiptar pa dashamir, pa misi dashamir. Zoti e bekoft Amerikën, Zoti e bekoft Gjermaninë, Zoti e bekoft avjanën e Italisë, Amen. Zoti e bekoft Francën, Zoti e bekoft Austro-Hungarinë, Amen. që na kanë përkohë gjithmonë. Çfarë mendimi ki për rinin sot që nuk po e dojnë fenë? Fenë muslimane. Apo më tregon çfarë mendimi ki për vajzën që e largun prej shkollë vetëm pse ke me mbulesë? Ja, shiko, përgjigja ime është ajo që e kujton djepin e vetë, edhe nonën e vetë që i ka thonë nina nona, pas në fok të bardhë, ku do qoftë, e ndoshta edhe ma shumë prej Amerike, ma shumë prej Gjermanije, ma shumë prej France, ma shumë prej shtetë skandinave, e ndihmon këtë dhe, kur është i nevojshëm momentet ma të vështira me e ndihmu. A jem të reksuna këtë veri që... Rinia shqiptare, revolucionare, përparimtare, e kësoj kohë, është rinie shëndosh, rinie bukur, skofjare, ja ka zili, nuk po thëmë, po lakmi, ja ka gjdo prind i Zvicrës, gjdo Gjermani i Gjermanisë, gjdo Italian i Italisë, edhe gjdo Amerikan i Amerikës. Ja ka lakmi këtë rini, mos pari këta sy tu, e këto vetla tua, e këto flok tua, e kjo gojë që po fletë kësisoj, janë dhuratat Zotit. Unë ty të bekoj, edhe të roj, dhe i lutem Zotit me pas në fok të bardhë. Amen, faleminderit shumë për ideje, për këto fjallë kaq mira. Edhe me internet, edhe me një djalosh që jeton në Gjermani, në Hamburg atje, Yes. e të gjithë, po edhe me ta... Kur Kosova nuk ka me metë parini revolucionare, përparimtare, atletare. Një. Dë. Çfarë mendimi ki për ata persona që nuk po besojnë në Zot? Ata persona që nuk besojnë Zot, janë persona të mashtruar, janë persona... Prej kujt po mashtrohen ata persona? Ata persona, mas pari, e mashtron lakmia, individuale. Ata janë individ. Amerika nuk hezdor kur pe këti populli, e qeverit
janë si të premtet, shkojnë e vinë. Pse po thu si të premtet? Si të premten, kjo premte ka prodhu diçka, e premtja që të vjen prodhon diçka. Qeverit janë, ata që e përfaqësojnë dheun dhe atë dheun, ata kanë përgjegjësi të mëdha, goja e tyre nuk duhet me etiketu ftyrën e asoj deputetje. Deputeti s'ka drejt ta etiketon atë deputete, sepse ata janë vëlla dhe motër të një nane që quhet nana shqiptare. Na të falenderojmë shumë. Këtë pasqyrë që e shohin në parlament, unë jam mik e dashamir i gjithve deputetëve në parlament. E pastaj pej kryeministit e deri te ajo që e pastron sallën e parlamentit. Të gjithë më njohin, të gjithë jo. Por ata fëmijë që janë rrit me mollë, babës vetë që ka qenë i dënuar 12-13 vjet, si për shembull Glauku, i cili e ka pas babën edhe 12 vjet në përburqe, e ai tjetri, edhe të tjerë. Sipas teje pse ka pas ai babën në burg? Babën burg e ka pas që unë e ti sot jemi të lirë në këtë dhej edhe në këtë dhej. A jem të egzuna këtë liri që e kem sot? Na kemi hyrë në luftë, me luftu, na kemi hyrë në luftë, me fitu, na kemi hyrë në luftë, me egzu, apo egzojmë, apo në egzojmë dhe Zoti dirë. Unë i kam vetëm 2 komandantë. Komandanti e mo Zoti dhe komandanti i dytë është atë dheju. Unë sot jam këtu, nuk dihet ku më komandon Zoti edhe ku atë dheju. Pikrisht jam të ardhur për Mitrovice, që kam këtë plagë të 5 në trup, në Mitrovice. Kurse plaga e 4 është këtu, Kumanov. Gjatë luftës i ki pas këto plagë? Po, vazhdimisht gjatë luftës. Do më thonë që ki luftu për vendin tanë? Jam përpjek me luftu. Je përpjek. Sa e vështirë ka qenë për ty? Jam përpjek me luftu edhe jam luftë ende. Pse jenë luftë ende? Sepse është e nevojshme mos me flajt, po me vepru, me lëviz, prej një bregu një breg, prej një proni një prue. Mu më kanë pyet shpesh herë në përvende shumë. Unë jam djali i hero Hasan Jashar Jasharit nga shtabi i Kosovës. Nuk muj unë mos me dhonë jetën për ty. Ai ka shku veç me një madhë, me po uniformen e policisë tonë kombëtare, gjitha uniformet i ka prëvu, i ka pas vesh. Atë uniform se ka pa kur. Duhet të respektojnë policinë tonë, mos të gjujnë me gurë. A jem të e respektu, a ashtu e bo punën mirë policia a Kosovës? Një ndër djemë më të fortë që ka Kosova, janë atje që quhet Ibër dhe Mitrovica. Unë jam dëshmitar. A mendon që ka me pas lufta apet në Kosovë? Nëse largohen policia prej Mitrovicës? Unë, për sot e kem shpetimtar tonë gjallë, unë jam edhe njëtës, edhe bashkëbisedus, edhe në shofer, edhe në Berish Drenicës, me generalin që na vdes tash të NATO-s. Mike Johnson, kom dokumenta, fotografit. Me ta. Kur e kena përcjell Mike Johnsonin për atë dheun e tij që u pensionu, më kanë pyet profesor, unë jam profesori. Më kanë pyet me çfarë dhuratë, thash një pjesë të bardhë, unë e kam në qonë plesin. A e ki në qonë qëtu a? Një pjesë të bardhë, më janë qitë në kokë dhe një kobure të parëve tonë, Dardano Ilira Pedazg, më ja dhonë me veti dhuratat më të mëdha për këtë general janë këto. Pikrisht në shortë të Drenicës, ti javë ditë para se më shpuna 10 vetë. Mike Johnson është ai njeri që i ka dalë përpara Rusisë, shoje, largo për i Kosove, se unë jam këtu ti nuk je kur, për ndryshe ka qenë shumë rrezik me shpallë, me qatë ditë me shpallë lufta e tretë botnore, Rusi, Amerikë.
Unë jam dëshmitare. Ajo ka ndodhë të tuneli i Goleshit, ku kanë qenë të aty pragat ruse, aeroplanat rus, këtë armatin me rus, që ka qenë i përgatitën për Serbi, që me vra këtë popull dhe me masakru këtë popull. Na të falenderojnë shumë i nderuar Aty për këto nuk kanë fjalë. shupe Mike Johnson, kurse si. Nuk ka shupe. Ata ju njargu, Aha. dikush ka rovese, dikush në kiton kënej. Dhe pikërisht Ramush Haradina i ka venë për peje, u konfrontu me ta teura e bombardim në Marishev, edhe është që i ka qeru e sapet me ros me grushta. Kurse unë kom qenë në Ravec, të gute e Ravecit, edhe mu më kanë nalë, nuk kom qenë vetën, kom qenë rush. Rush, se rushi që ndekë, këtë trupi e më ka qenë me rush. Këto e në sintagë nga metafora, që unë jam dhe shkrimtar, edhe veç ju kom dalë për para, pe i veture, kom thonë, a keni ndëgju për Lev Tolstojnë, shkrimtarin e rusë, numërin në botë në atë kohë, thëtë po, tha, më që je shkrimtar, thash po jam shkrimtar, asë në kom kanë të rëdhurë, duhet me pos diplomaci për me liftu, duhet me pos diplomaci me jetu, duhet me pos diplomaci me mojtë mikun, po edhe me hetu edhe armikun, vazhdimisht me qenë syqeli.